dhe lavdi Zotit vinin shqiptarët dhe shqiptarët nga Kosova e Maqedonia që e mbanin gjallë turizmin, se këtu të huajt që vinin për turizëm numëroheshin me gishtat e dorës dhe pastaj e vetmja gjë që bënin ishte që flisnin keq kur iknin nga Shqipëria për plerat dhe për llumin që ishte këtu. Po si ka mundësi 0000, a? Si shpjegohet kjo 0000? Kjo 0000 në fakt është 0000 shanset që ka Këneta që të bindi shumicën që nuk është Kënet. Dhe prandaj vetëm hum. Kjo është dhe unë nuk kuptoj, unë e kuptoj që pse ata që janë në krye të punëve të Kënetës, pse bufi i Kënetës meritojnë të humbin. Unë nuk kuptoj pse meriton ti të humbësh. Pse duhet të rish ti atje? Pse duhet të rish ti atje të bësh qesharak? Edhe të jesh si mbyll. Pse një shqiptar i zakonshëm duhet të rri në një pozitë qesharake? Edhe të mbylli syt, edhe mos shikoj gjërat që duken. Natyrisht unë s'po them që ti që të mos jesh qesharak duhet të biesh dakord me mua. Absolutisht. Por ama nuk mund të luftosh me faktet. Faktet janë fakte. Mund të ishin gjërat shumë më mirë, dikush tjetër mund të ishte bërë shumë më bukur. Patjetër teorikisht mundet, po kush është këtu që mund t'i bëjë gjërat më mirë? Cili më trego, kush bufi Kënetës? Apo kush? Apo ato moçalishtet e reja që janë krijuar rreth rrugës Kënetës, që flasin me një gjuhë, që bëjnë të njëjtat lloje zotimesh, që kanë të njëjtat praktika, të njëjtat metoda, mlef. Kush? Nuk ka. Kështu që mos e ke mundësinë që të mos bëhesh qesharak.